Programi të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio me të ftuarën time. Është zonja Terzina Hila, drejtore e Drejtorisë së Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit në Bashkinë Shkodër. Mirëmëngjes Terzina, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta dhe uroj ditë marrë gjithë që janë në dëgjim në këtë moment. Sa bukur. Në të vërtet, një urim që sjell mirësi gjithmonë mirëpritet tek njerëzit, kudo që të ndodhen. Në udhëtim, në punë, në ambientet familjare, i përshëndesim të gjithë. Të gjithë. Me qenë se jemi në prag të festës, të festave. Java e Pavarësisë është e dalluar tradicionalisht në Shkodër me aktivitete të ndryshme, të cilët me sa shoh kanë zënë kënde të ndryshme të jetës së qytetit. A mund të na bëni një panoramë të këtyre aktiviteteve? Është e vërtet, Java e Pavarësisë është bërë traditë tashmë ndër vite që të festohet si një javë plot festimesh për ner të festave të pavarësisë, ngritjes së flamurit. Dhe në këtë vit fillon që me datën 22 nëntor dhe vazhdon deri me datën 28 nëntor që është nderimi për ngritjen e flamurit. Në këtë javë janë përfshirë shumë aktivitete, gjithë përfshirëse, sepse të gjithë institucionet tona të varësisë kanë pas dëshirën të shprehin entuziazmin, gëzimin dhe duke përfshirë shumë njerëz të tjerë për njerëz qytetarë tonë në këtë javë feste. Ajo fillon, siç thamë, me datën 22, ku në këtu jemi në bashkëpunim me drejtorinë e zhvillimit dhe klimës së biznesit, do hapet panajiri i agropërpunimit të gjitha njësive bashkisë Shkodër. Diçka shumë e bukur. Është me të vërtetë çfarë bukur, sepse ta mendosh që gjatë gjithë vitit janë bërë në çdo njësi janë bërë panajire, ku njësi administrative kanë bizneset e asaj njësie kanë paraqit anë të forta të tyre. Dhe tashti me datën 22 në mëngjes në ora 10 vinë parasheshit Bashkisë Shkodër dhe sjellin të gjitha produktet e tyre, domethënë pikat e forta të tyre dhe krahasohen njëra tjetrën dhe njëkohësisht krijohet mundësia për me pas kontakte me klientë të ndryshëm të tyre në një rreth shumë më të gjerë, jo thjesht vetëm në njësinë e tyre. Plus, masdite vazhdohet me hapjen e sallonit të vjeshtës në ora 18 pranë Galerisë së Arteve dhe pastaj ditët vazhdojnë me aktivitete kulturore, sportive, pra në nesër ne kemi ditën e garave me bicikleta për fëmijë në stadiumin Loro Boriçi, me që Bashkia Shkodër ka marrë në administrim. Ne herë për herë të parë do fusim fëmijët e vegjël me bicikleta në pistën për të bërë garën e tyre në kushte shumë më garuese, më të mira. Pastaj do kemi ditën e diel ku grupi i vallëve dëshiron të përshëndes në ora 11 parasheshit Bashkisë gjithë qytetarët e Shkodrës me një performancë me vallë dhe këngë popullore. Pastaj vjen dita hane, martë, mërkurë, para ditën e kemi kampionatin e pavarësisë, ku shkollat e mesme të qytetit Shkodër do futen në Pallatin Qazim Dervishi dhe do bajnë kampionatin e pavarësisë në volejboll kryesisht, por edhe mundohen në sport tjetër. Pra, dhe aty pastaj do dalë edhe kampioni. Ndërkohë, krahas kësaj pune që punon në Sport Klub Vllaznia, ne kemi edhe bibliotekën Marin Barleti, ku ka organizuar takime të ndryshme me fëmijë, pra me nxënësit e shkollave të mesme, kryesisht me nxënësit e shkollës Usokuka, po kështu edhe qendra kulturore e fëmijëve ka kulmon me fjalën artistike të fëmijëve të shkollave të 9 vjeçare. Pra, këto janë aktivitete shumë gjithëpërfshirëse dhe pastaj vjen Muzeu Sokuka me një ekspozit shumë të bukur fotografike me artefaktet e muzeut, dialektik, pra këndvështrime ose më thënë ndryshimi i Bashkisë Shkodër, pra i qytetit tonë ndër vite, ndër kohra, në periudha të ndryshme historike dhe kulmon pastaj ditën e datës 28 ku kemi ngritjen e flamurit dhe njëkohësisht koncertin premier të orkestrës së frymore, se nuk mund të them ma band, por orkestrës frymore. Ka një repertor mjaft të veçantë. Me këtë panoramë, me sa shoh marrin pjesë
shumë grupe të interesuara, ka një gjithë përfshirje, duke filluar nga biznesi, fëmijët e shkollave që nga më të vegjël deri në shkollën e mesme, forcat artistike njëkohësisht, por edhe aktivitetet të shumta sportive. Ka të bëjë me një gjithë përfshirje, me një si thua një fest që shtrihet në shumë qendra, në shumë njerëz, gjë që është jo vetëm e bukur, por është domethënëse, apo? Po, është vërtet gjithëpërfshirëse. Para se me kalon bisedën bashkë, unë doja të thoja dhe që programi do të afishohet në qendër qytetit dhe pse është gjithëpërfshirëse, unë ftoj të gjithë njerëzit që të zgjajnë atë pjesën e vet, atë vendin ku i pëlqen më shumë që të marrin pjesë, të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Është gjithëpërfshirëse sepse është e vërtetë, qyteti, Bashkia e Shkodra është shumë e gjerë. Interesat e njerëzve janë shumë të gjëra, mosha secila moshë ka dëshirë të paraqitet, të jetë në fest, të jetë prezente, të pasqyrojë ato entuziazmin e vet gjatë kësaj jave, është me të vërtetë gjithëpërfshirës. Dhe siç e shoh, karakteristika është në këtë gjithëpërfshirje mund të vinë njerëz qoftë dhe të rastishëm dhe të bëhen pjesë, por edhe shumë specialistë, profesionistë, siç janë për shembull pjesëmarrësit tek Galeria e Arteve në sallonin e Vjeshtës, një aktivitet që ka kohë që përgatitet, apo në ekspozitën në muzeun Osokuka të titulluar Dialektik. Do të kisha dashur të ndalem paksa në këto dy ekspozita profesionale, por edhe shumë domethënëse në ecurinë e tyre. Po. Duke u nisë tek gjithëpërfshirja, tek njerëzit që dëshirojnë ta gjejnë veten në këtë aktivitet, është e vërtetë, janë të gjithë mirëpritur, por të kena parasysh se çdo aktivitet është i mirë përgatitur nga specialistët e institucioneve të varësisë. Mas çdo aktiviteti është 2-3 specialista që punojnë fort. Pra qoftë edhe tek performanca vallave, qoftë edhe tek kampionati i pavarësisë. Aty janë të përfshirë gjithë mësuesat e fizkulturës, gjithë stafi i drejtorisë tonë të sportit, sektori sportit, i gjithë stafi i Sport Klub Vllaznisë, për të mirëpritur për shembull 3 ditë. Edhe po kështu edhe në bibliotekë, pra mas çdo aktiviteti janë komplet stafe të mirë mobilizuara. Ndërsa duke u kthyer tek këto dy aktivitete faktikisht janë shumë cilësore dhe kulmore gjatë kësaj jave, është në Muzeun Osokuka kena ekspozitën fotografike Dialektik me fakte historike. Pra aty përfshihen shumë fakte, artefakte, fotografi të muzeut tonë Osokuka, të cilat janë printuar të mëdha dhe të vendosura sipas fashave, periudhave kohore të ndryshme dhe si ka ndryshuar komplet komuniteti jon, pra qyteti jon ndër vite, sipas fashave kohore. Janë materiale që kanë qenë në fondin, apo janë edhe të reja që janë... Këto janë materiale që kanë qenë në fond, por nuk kanë qenë herë të ekspozuara. Është hera parë që organizohet në një formë të tillë, ne do të lirojmë komplet sallën e Pinakotekës, e cila ka qenë me piktura, do lirohet komplet si sallë dhe do të konceptohet si sallë për ekspozitën fotografike, dialektike, shumë e bukur. Plus pastaj ne do kemi edhe në katin e dytë disa paraqitje artefaktesh të përjullës ku Shqipëria ka qenë pjesë e koalicionit antifashist në luftën e dytë botërore. Dhe pastaj ne jemi duke mundu megjithëse dëshirojmë shumë që të vendosim edhe një stend, sepse me datën 28 nëntor 1919, pra bëhet 100 vite tash, është një grup i shoqënisë Vllaznia, i grup rinor i shoqënisë Vllaznia, kanë ul në kalan e Rozafat, kanë ul flamurin serb dhe kanë vendosur atë shqiptar. Dhe si pasojë, atëherë Shkodra ka qenë në protektoratin e konsullin francez, dhe si pasojë ato janë arrestuar rreth 30-38 vjet. Dhe ne jemi ka mungesë faktor, sepse ne e dim që periudha që kemi kalu ka qenë e mjeshtër për të fshih historinë, por ne do ta sjellim këtu si ngacmim për të sjellë përsëri ngacmim për njerëzit, për të sjellë fakte të reja nëse ato kanë, sepse është një gjë shumë e bukur. Sa të interesuar janë historianët rreth këtyre fakteve dhe artefakteve që paraqiten në këtë ekspozit, por edhe në hulumtimin e këtyre të veçantave.
Historiant janë baza jonë, faktikisht në ato mbështetemi, pra vazhdimisht një sidomos stafi muzeut, Amila Gjurezi, Anel Mos Pahia, Emiliano Palushani, kuptohet dhe me drejtorin që është drejtorin e drejtës ekonomike, zotin Magjicungo, janë të lidhur shumë ngusht me historian për të nxjerrë sa më shumë artefakte përfaqësuese. Bile edhe dje që kishim një mbledhje pra përsëris bashku për të pa se si po ecën puna, u holl një ide tjetër për një artefakt tjetër të rëndësishëm ishte për një fotografi që kallëzon qartë përfshirje gjithë forcave shqiptare kundër fashizmit. Pra është një ngjarje e cila do dali patjetër pa heq kuriozitetin për këtë gjë, do dalin këtë ekspozitë. Por ekspozita do të rritë 3 muaj e hapur. Kështu që njerëzit do të kenë mundësinë patjetër për ta vizitu këtë gjë dhe njëkohësisht edhe për ta shijuar dhe për të thënë edhe ne na ndihmon na jep stimul për të ecë më mirë për përgatitë ekspozita tjera të tilla. Gjë interesante dhe shumë e bukur. Ndërkohë që salloni i vjeshtës, të cilin në një nga ditët e ardhshme do t'i kushtojmë një emision dhe vëmendje të veçantë, nuk mund të rrim pa ngacmuar diçka rreth përgatitjeve, sepse salloni i vjeshtës ka një interes të veçantë për artistët. Po, salloni i vjeshtës ne thjesht po e ngacmojmë sepse vërtet e meriton edhe ekspozita fotografike, po dhe kjo meriton sepse është vëmendje të veçantë. Të veçantë, sepse është shumë impenjative si aktivitet, është shumë cilësore, është festa e tanë artistëve të artit pamor Shkodran dhe shumë më gjerë. Dhe kjo shumë më gjerë ka tregu si vjet kemi rreth 66 artistë që kanë sjellë punime dhe janë përveç nga Shkodra, janë edhe nga Tirana, nga Gjirokastra, nga Vlora, nga Kuksi, deri edhe nga New Yorku. Janë 2 vjet. Interesante. Të tërheqësh në Shkodër në javën e pavarësisë artistë që dëshirojnë të performojnë jo thjesht, por të japin mesazhin e tyre, është diçka impresionuese. Dhe kjo është, si thua, një vazhdim e ecurisë këtij projekti që është salloni i vjeshtës. Shumë e madhe nga kuratorët e sallonit, që janë Sadik Spahia dhe Rubin Mandia. Janë dy djem shumë punëtor, artista të mirë njohur, kuptohet, pse që janë të mirë njohur, ato kanë bërë çmos që të tërheqin edhe artistë nga shumë trevat shqiptare, të cilët e kanë kuru me shumë kujdes këtë sallon. Edhe fakti është që si vjet kam përshtypjen kemi rritur në një nivel më të lartë cilësie, sepse nuk na del më salla galerisë, 2 sallat A dhe B, do të kalojmë edhe në një sallë të tretë aty afër që ja marrim Borç Qendrës Rinore për të listuar punat që kanë ardhur. Ata do të flasin vetë kur ju do të thirrni, por kam përshtypjen që sallat e galerisë do të jenë për artin pamor, të piktura të ndryshme, ndërsa salla tjetër mund të jetë për listimin e punëve të konceptuale, për artit pamor konceptuale. Interesante. Tradita, modernia, bashkëpunëria janë interesante dhe për hir të së vërtetës në Galerinë e Arteve Figurative her pas here ka ekspozita shumë cilësore dhe madje është interes të ndjekësh punime të ndryshme, artistë të ndryshëm që vinë me ekspozita të ndryshme. Është e vërtet, pra vazhdimisht ka pas ekspozita shumë cilësore. Ky vit ka qenë i veçantë. Sipas meje. Po se kemi afër, më përpara, po është e vërtet, si vjet kanë ardhur Gazmend Leka, Gjeneta, e tjerë. Po dhe ekspozita e gruas Rose ka qenë shumë e bukur nga fondi, e të tjera do t'i trajtojmë. Kur të takoni me galerinë me fol më gjatë, por që unë gjej rastin këtu që t'i them prindërve që është shumë e domosdoshme me sjell fëmijët adoleshent në galeri. Ne këtë iniciativë na kam shtet shumë gjimnazet, Gjimnazi Sokuka, Gjimnazi i Setet Nëndori edhe shkolla austriake, që kanë sjell vazhdimisht nxënësit e vet në galeri, sepse në këtë mënyrë edukohen me të bukur, edukohen me artin, e dinë se ku i bjen Galeria Shkodër dhe gjithmonë i bëhet, nevojë arti për jetën e tyre. Kam parasysh se ekspozita të ndryshme të këtij viti vërtet kanë tërhequr vëmendje duke
parë këndvështrime të artit pamor, qoftë me Rozalfa Shpuzën dhe 3 artistët nga Kosova, Anila Hetoja, Zoti Hyseni që ishte Shefqet Hyseni, dhe të mos harrojmë ndonjë, por Zhenet, profesor Gazmendi që ishte në këtu nuk pa marrim përsipër mi përmend gjithë. Jo, sepse vërtet ka patur një histori dhe ky sallon i vjeshtës shihet në një kulminacion. Ndërkohë më bën përshtypje që në javën e pavarësisë janë aktivizuar shumë fëmijë që nga mosha e biçikletave me gara, por edhe në konkurse siç është ai fjalës artistike në qendrën kulturore të fëmijëve që edhe me 25 është finalja, dhe konkursi i krimtarisë në bibliotekën Marin Barleti mes krijuesve të shkollave të mesme. Diçka e veçantë që edhe ka traditën e vet, por ka dhe cilësi, kualitete të veçanta. Në fakt është si më tha një zgjatimi është politika bashkisë për edukimin e brezit të ri. Dhe si vjet kemi fut shumë element të edukimit të fëmijëve, edhe vitet e më përpashme, por tash i kanë marrë forma më të plota, më të mirë të qarta. Kemi fut edukimi, për herë të parë si vjet filloi edhe edukimi në galerinë e arteve për fëmijët, për me mësu të vizatojnë, por si vjet kemi propozu që edhe në bibliotekën Marin Barleti të krijojmë kurse për të rinjt, për të shkruar për fëmijë. Interesante. Po, për të shkruar, pra një specialist i shkrimit për fëmijë do jetë aty si trajner, si coach, si mentor i këtyre të rinjve që kanë dëshirë të shkruajnë për fëmijë. Pra fëmijët janë në qendër të vëmendjes së Bashkisë Shkodër për sa i përket përfshirjes së tyre në aktivitete, sepse ata do të jenë edhe të ardhmja e aktiviteteve më të mëdha cilësore. Natyrisht. Atyre brezat i kalojnë stafetën, natyrisht. Pastaj gara me biçikleta, dikur është vendosur në pedonalen e Urzbuns. Tash me që kemi stadiumin Loro Boriçi, është krijuar mundësia që kemi hapësira se meshje, ne do ta zhvillojmë dhe dënë zotë që është edhe kohë e mirë. Po. Edhe ne do ta zhvillojmë atje. Po, jemi munduar të parashikojmë, do zotë që nuk çerdojmë punë, se jemi munduar ta parashikojmë. Ndërkohë aktivitetet sportive më bëjnë shumë përshtypje, sepse janë ato kampionatet të cilët tërheqin një vëmendje, një interes, një entuziazëm të veçantë, pa lënë pas dore pastaj maratonën e pavarësisë, e cila është tradicionale. Edhe sportive të shkollave të mesme t'japin jashtëzakonisht emocione. Pra, përveç e shkollat dhe ekipet janë një mrekulli sepse jep mundësi që të ndeshen me njëri tjetrin, të shohin njëri tjetrin, edhe të bëjnë një konkurrencë pozitive me njëri tjetrin. Por ama kur ti je aty prezent, emocionohesh pafund për energjisë që ata kanë. Ka një energji pozitive të jashtëzakonshme, dëshirën për të fitu, për të dhënë maksimumin, për të arritur rezultate pozitive, pra ato 3 ditë e kampionatit pavarësisë janë të pafund me emocione. Është e vërtetë që është një punë e palodhur e Sport Klub Vllaznisë, sepse do të mirëmarren salla, do të rregullohen. Është punë e palodhur e stafit të bashkisë, sepse që tash janë hedhur shortet dhe e dinë se cila shkollë do ndeshet me kë dhe në çfarë orar, në mënyrë që çdo gjatë vijojë me kohë, pra kërkon shumë impenjim. Por edhe një punë thellësisht e mësuesve dhe mësuesave të fiskulturës që janë shumë afër skuadrave të tyre dhe kuptohet që na bën ndihmë. Pra është një organizim shumë i madh, shumë i mirë koordinuar për të dalë në atë gëzimin dhe kënaqësinë e pafund që japin edhe vetes rinia, po edhe ne duke parë. Në fakt unë kam parasysh dhe vitet e shkuara se me sa interese, se si kanë bërqitur këto salla, çfarë entuziazmit, çfarë kanë ngjallur atmosfera, por edhe dëshira për sportin, për lëvizjen, për aktivitetin, për bashkëpunimin, të gjitha këto kanë një vlerë të veçantë pikërisht edhe në këtë kuadër të javës së pavarësisë.
për të mos anashkaluar përkundrazi aktivitetet artistike. Ju përmendet grupin e valleve. Ju përmendet 2 herë kanë vallet me sadi. Pa kalu të grupet artistike të vallë, unë do të theksoj që mos kalojmë pa përmendur edhe maratonën e pavarësisë. E veçantë. Është shumë e veçantë, ne kemi bashkëpunim të fortë me komunën Ulqin dhe ne duam ne të dy palë duam shumë që kjo maraton të vazhdojë të mbetet gjallë si një urë bashkimi midis trojeve që pra të njëjtit truall që jetojnë në 2 spondet e kufirit. Ata e kanë me shumë dëshirë, ne me shumë dëshirë dhe vazhdimisht kemi bashkëpunim. Si vjet është nisja nga ne dhe pritja do jetë në Ulqin. Vitin tjetër nisën nga Ulqini dhe pritjen e bëjmë në Shkodër. Është 42 kilometra, pra është në maratonat e gjata dhe morën pjesë me të vërtet profesionista deri nga shumë vende, shqiptar po profesionist shqiptar. Jo, shumë profesionist, por edhe nga vendet e lindjes. Është regjistruar, është e njohur, është e njohur si maraton nga Federata Përkatëse. Jo, janë të regjistruar pjesëmarrësit. Tjetër, regjistrimi pjesëmarrësve ka qenë online, është mbyllur, ka pas një deadline, është mbyllur, bëhen listat, jepen numrat, nëse vjet kjo gjë kryhet nga Bashkia Ulqin. Nërsa vitin tjetër do të kryhet nga ne. Çdo vit e kemi pas një herë nisen nga ne, një herë presim ne. Interesante, shumë e bukur. Shumë e bukur dhe ta mendosh se sa me impenjim vinë profesionistat për marrë pjesë në këtë maraton, tregon se kjo tregon jo thjesht stimulin sportiv, po dhe stimulin që ka dita e flamurit. Natyrisht. Që dojmë me kenë. Një flamur që mbrin dhe entuziazmi rreth tij. Ndërkohë, le të kalojmë tek artistët. Artistët në shesh, siç janë grupi i valleve, por edhe artistët në skenën e teatrit Migjeni. Diçka interesante apo jo? Është shumë interesante në konceptimin se si artistët kanë dëshirë me marrë pjesë në këta aktivitete. Dëshirojnë të bëjnë dhurat performancën e tyre për qytetarët e Shkodrës. Dhe pikërisht kanë dashur të dalin në shesh. Grupi i vallëve dëshiron ditën e diel në ora 11 që i takon kulmi i xhiros së mëngjesit, kafeve, ato të bëjnë një performancë për me datën 24, i bën ora 11. Bëjnë performancën e tyre. Plus do jenë vazhdimisht shoqërues në këta aktivitete, siç do të jetë edhe shoqërues në ditën e ngritjes së flamurit, patjetër që janë ata. Pra, gjatë nisjes së maratonit do të jenë edhe këto me karnavale për me kriju atmosferën. Por diçka tepër pikante do të thoja është koncerti i orkestrës frymore, e cila tashmë ka krijuar prej kohësh, natyrisht, vijimsinë e suksesshme në drejtimin e mjeshtrit të madh Kujtim Alia me një repertor profesionist. Po, është vërtet. Pra, koncert premier. Është në datën 28 në mbrëmje pra çdo gjë kulmohet për ngritja e flamurit në mes dhe në darkë do kemi koncertin premier të orkestrës frymore. Pra, orkestra nuk mund t'i tham bandës frymore, sepse tash kemi kaluar në një nivel më të lartë. Kanë ndihmuar shumë projekte që kemi patur gjatë viteve. Është viti 2 që kemi bërë takimin ndërkombëtar të bandave. Është shumë formuese një takim i tillë për vetë bandat, pra përveç kënaqësisë që na japin ato që takojnë me njëri tjetrin, pa ato shohin edhe se ku janë dhe nxiten për më tepër. Dhe si vjet, për herë të parë ne u ftuam në një takim tjetër ndërkombëtar bandash në Tivat. Dhe ishim pjesë atje dhe ishim me të vërtet korrëm sukses, korrëm duar trokitje, por ne kemi kaluar në një nivel orkestër frymore. Pra në këtë rast orkestra si vjet vjen me një risi tjetër ku disa këngë pop që kanë qenë në festivale Luleboret ose të kënduara herë pas here janë arranxhuar për band, për orkestër frymore, nga arranxhues, për shembull këtu falenderoj Tonin Tarnakun, i cili ka ardhur nga Bari ka nisë arranximin për band dhe do këndohen nga aktorët tanë, nga artistët tanë, këngëtarët e teatrit Migjeni, po që do të japin një
bukurit pa atij koncert sepse është një më ndryshe. Pra. Më vjen jashtëzakonisht mirë ju përmendet Tonin Tarnakun, por edhe artistë të tjerë të cilët her pas here kthehen në evente të ndryshme, marrin pjesë në festivale, në koncerte. Kjo ndoshta është edhe si thua Shkodra një lloj magneti i pashmangshëm në marrëdhënien mes artistëve në aktivitete të her pas hershme. Është vërtet që Shkodra tërheq këto artista, por kjo nuk vjen rastësisht. Për hir të vërtetës, të gjithë institucionet tona të varësisë e kanë në vëmendjen e tyre artistët shkodran të larguar nga Shkodra, por që janë të suksesshëm në skenat e botës. Nga këto artistë, ti kur i thret afër, përfiton shumë. Pra edhe ata vinë dhe i kontribuojnë për vendin, por edhe ti mëson shumë. Pra ne mësojmë shumë. Dhe si përfundim të gjithë institucionet kanë dëshirë të kenë ato të vetë afër. Kjo është një gjë e bukur, ndërkohë që shumë artistë janë jashtë Shqipërisë dhe me aktivitetin e tyre patjetër që japin ato mesazhet që mund të jenë her pas here këtu. Po, jo mund të jenë her pas here këtu, tregon se si kur ti je në një vend tjetër zhvillohesh shumë më shumë. Për shembull ishte Shkodra elektronike tek festivali Lulebor dhe unë emocionosha pafund duke pa shkodran ton Kolacën me Beatrice Gjergjin, të ishin të padallueshëm nga skenat botërore, nga koncertet e mirë në botë të zhanret të tyre. Adin edhe mu më bate shumë qefi. Ndërkohë që instrumentistë të tjerë të mrekullueshëm, Markeliani, Kapedani, po Elisabeta Qursaçi, po Bardh Jakova, Leonard Plumbini, Bardh Jakova e të tjerë. Ndjes sepse duhet të kesh një listë eksakte për t'i përmendur. Terezin është një lumë aktivitetesh që natyrisht dënsohen gjithmonë me raste festash, por edhe në fundin e vitit. Pra kalohet nga një aktivitet në tjetrin, patjetër që ka të tjera pas këtyre datave. Po, pas këtyre datave ka të tjera, po nxosit e shenë në zyrat tona, krahas përgatitjes buxhetit për vitin që vjen, kanë filluar përsëri përgatitjet për aktivitetet që starton që me 8 dhjetor, ne është hera parë që do sjellim Open Cinema, pra një kinema të hapur, që për rinin, me qenë se është dhe festa e rinis 8 dhjetori, pastaj është duke u punuar për një mramje gala përmbyllëse për 100 vjetorin e Vllaznisë dhe pastaj do kulmoj me ndërmendjen me datën 28. Ndërkohë ka plot, është edhe Benmazi Buna 2 që do të organizoj Best North, pra në të mirat e veriut, po kështu do të kemi disa shoqata folklorike që do sjellin aktivitetet e tyre në sallën e ta, plus teatri, stafi teatrit duke punu për dramën e re, pra nuk ndalemi për hir të vërtetë. Diçka shumë e bukur. Ne sot u ndalëm tek java e pavarësisë. Natyrisht këndvështrime të tjera do të kemi në ditët më pas, por gjithsesi me këtë panoram kaq të bukur, me këtë pjesëmarrje, në këto këndvështrime artistike, sportive, me mesazhe të veçanta, natyrisht nuk ka secili të mos gjej pjesën e vet në pjesëmarrje, në kontribut, në entuziazmin që përfshin këtë javë. Dëshiroj t'ju falenderoj shumë për këto organizime të bukura, por edhe për informacionin që ndat me ne në këtë mëngjes shkodran. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën dhe dëshiroj të shfrytëzoj rastin të ftoj, të kërkoj prindërve të vinë me fëmijët e tyre dhe të gjejnë atë aktivitet që i pëlqen më shumë dhe të marrin pjesë sa më shumë fëmijët afër pranë kulturës, sportit, është shumë e domosdoshme për të ardhmen. Një mesazh shumë i bukur, ndërkohë që ditët festive na presin, shpresojmë që të kemi një pjesëmarrje të gjerë dhe të bukur në këto aktivitete të mrekullueshme. Ju falenderoj edhe një herë dhe suksese. Faleminderit.